Pikrisht ishte rezultati zgjedhor ai që e prodhoi gjithë këtë luftë dhe ishte pikrisht emri i zonjës Elza Bajrami Kastrati, sepse si dukej ishte një emër i papranueshëm dhe se ndoshta vetë anëtar të Këshillit Prokurorial, por edhe persona të tjerë kishin pritur një rezultat tjetër që të kishin, jo zonjën Elza Bajrami. Prandaj kjo edhe ishte ndoshta arsyeja kryesore që rezultati nuk u pëlqej. Mirë, po keni parasysh sepse ishin po ashtu edhe disa tendenca për ta, do të thotë, cenuar vetë rregullorën që e kishte nxjerrë vetë Këshilli. Mirë po, një gjë duhet ta kemi parasysh. Rregullat e lojës nuk mund të ndryshohen pasi që ta kesh humbur atë. Dhe se humbja nuk ishte humbje pak, po ishte një humbje thellë, do thotë e rezultatit zgjedhor. Prandaj një vullnet që është dëshmuar, ato vota janë dhënë. Ato vota janë dhënë pikërisht nga prokurorët e shtetit. Pra këtu kishin votuar së paku 74 prokurorë të shtetit në favor të zonjës Elza Bajrami Kastrati, që ishte një diferencë prej së paku 18 votash në raport me kandidatën tjetër që ishte pasaj për nga numri votave. Kryesues, pati shumë edhe raportime që ky proces ka qenë i kontestuar edhe në kuptim të ndikimeve që janë ushtruar rrugës për të pasur ndoshta këtë rezultat. Në mesin atyre që u përmendën, u apostrofuan, ishte edhe emri juaj, kinse ju keni qenë një nga protagonistët që keni ndikuar në këtë rezultat duke i detyruar në një farë forme edhe prokurorët. Ka pasur mjaft tendenca për ta dëmtuar procesin zgjedhor, sikurse edhe vetë rezultatin që prodhoi ky proces zgjedhor. Është e vërtetë që ka pasur, do të thotë fillimisht, vetë raportime nga ana e ish-kryesuesit në një nga takimet e KPK-s, i cili lexon, do të thotë, një mesazh të tillë, pa e konfirmuar parë, pa e pa sepse nëse një mesazh i tillë do të ishte i vërtetë, dhe pikrisht doli pastaj më pas që vetë sepse ky ishte një mesazh që kishte ndodhur një komunikim i brendshëm midis një prokurori dhe kryeprokurore tjetër që s'kishte fare lidhje pra me mua, po që kishte target emrin tim, dhe ideja ishte që në çfarëdo mënyre ta dëmtonin procesin zgjedhor. Mirë, po siç jeni në dieni ju dhe opinioni publik, pas një kohë doli vetë, do të thotë, prokurori i këtij rasti, i këtij mesazhi që e demantoi pra një çështje të tillë sa i përket përfshirjes time në këtë proces. Pra ideja ishte që me çdo kusht të krijonin narrativa të ndryshme vetëm për ta pamundsuar certifikimin e rezultatit zgjedhor, dhe se keni parasysh edhe mos certifikimi i rezultatit zgjedhor nuk është bërë në mënyrën e dur, sikurse nuk është bërë në mënyrën e dur edhe vetë shkarkimi i ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit zoti Kelmendi, sepse në këtë takim ish-kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës zoti Hajdaraj vetë konstaton se ka pasur mungesë të kurumit për të vazhduar tutje, dhe pastaj njëjti kthehet pas pak minutave dhe vazhdon me të njëjtin përbëmje të Këshillit, pra me 5 anëtar. Pra kishin vendime që ishin nxjerrë në mungesë të kurumit, kishin vendime që ishin nxjerrë pa një procedurë, do të thotë siç e parashoi ligji dhe rregullat, dhe pikrisht për shkak të këtyre vendimeve pastaj kishim edhe vendime gjyqësore që e konfirmuan këtë arbitraritet në nxjerrjen e vendimeve, këtë paligjshmëri që ishte përfshirë KPK-ja pra në nxjerrjen e tyre. Prandaj ishin vendime gjyqësore ato që e konfirmuan që të gjitha këto vendime ishin të kundërligjshme në mënyrë të, do të thotë, në kundërshtim me rregullorën dhe ligjin, dhe si të tilla natyrisht ishin, do të thotë, anuluar nga ana e gjykatës dhe ishte vendosur drejtësi. Ky arbitraritet u konfirmua edhe nga gjykatat përmes disa vendimeve, siç po theksoni ju. Po na shpjegon për publikun çka nënkupton kjo ndarje që ndodhi një kohë të gjatë në Këshill Prokurorial. Pse u bën dy grupe? Dhe këto grupe çfarë përfaqësonin? Cilat interesa ishin ato që i përfaqësonin? Me ardhmën time në KPK nuk jam unë ai që kam krijuar këto grupe. Mirë po, nga ajo që kam pa, ka ekzistuar një grup i anëtarëve të cilat pikërisht kanë qenë të përfshirë në gjitha këto vendimet që ishin marrë në kundërshtim me ligjin dhe në kundërshtim me rregullorët. Gjatë punës sime, po edhe gjatë këtyre hallakamave që kanë ndodhur në KPK, unë gjithmonë edhe mendimet e mia, edhe vendimet e mia i kam marrë në përputhje me ligjin dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës, sepse do të thotë jam rreshtuar gjithmonë në anën e së drejtës. Kam konsideruar që vendimet që janë marrë nga ana ish kolegëve të mi janë vendime, do të thotë, të kundërligjshme në kundërshtim me rregullorën dhe ligjet, dhe pikërisht për këtë
Këtë do të thotë që unë po e citoj, e kanë konfirmu edhe vendimet e gjykatave që janë zgjerë një pas një, që kanë konstatu që pikërisht këto vendime ishin të kundërligjshme në mungesë të një procedure që ishte e zhvilluar dhe se KPK ka pasur për obligim ta bëjë certifikimin e rezultatit zgjedhor. Fatkeqësisht KPK nuk e ka bërë këtë vullnetarisht, pas shumë përpjekjeve, sepse në vazhdimsi ne u kemi dërguar, do të thotë edhe email, ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit më vonë që u zgjodh pra zotit Qalaj, me çka kemi kërkuar që të caktohet mbledhja, të konstituohet pra këshilli i ri dhe të bëhet fillimisht certifikimi i rezultatit zgjedhor. Kjo, si duket, nuk ka pasur vullnet që të ndodhë, derisa kishim së fundi edhe një vendim të gjykatës administrative, pra të gjykatës themelore në Prishtinë, e cila në vendimin e saj, përveç se aprovoi ankesën e kandidatës që është tani antare e Këshillit të Prokurorëve Zonës Eliza Bajrami, në pikën 2 të këtij aktgjykimi, e detyroi Këshillin Prokuror që brenda afatit prej 15 ditëve të bëjë edhe certifikimin e rezultatit zgjedhor prej ditës së pranimit të një aktgjykimi të tillë, dhe se menjëherë pastaj Këshilli ajo çfarë kisha vlerësuar në kuptimin e Këshillit është fakti që gjithmonë kur kemi pas vendime gjyqësore, Këshilli ka pasur gjithmonë vullnet që ti implementoj ato respektivisht ti respektoj ato. Prandaj edhe në rastin konkret, Këshilli kishte zbatuar vendimin gjyqësor dhe kishte ftuar zonin Bajrami që t'jepte betimin më në fund pas gjithë këtyre hallakamave që kishte ndodhur pothuajse nga viti i kaluar. Hallakamat që po i përmendi në rastin e zotrinjës Bajrami ishin shumë prezente edhe në rastin e UD kryeprokurorit Besim Kelmendi. Shkarkimi arbitrar i tij u vërtetua nga gjykata dhe pas një lufte të madhe u prit që do të jetë zoti Kelmendi pjesë e asaj kauze në mbrojtje të reformës, siç u ka thënë vazhdimisht edhe publikut, se gjithë kjo po bëhet për ta penguar reformën, për ta penguar një proces që ishte i lehtëshëm. Por pas kësaj, çuditërisht vetëm një javë para se të ndodhë ndrrimi i antarëve në Këshill, kur do t'u skadonte pra një pjesë mandati, zoti Kelmendi u tërhoq. A u friksua, a u shantazhua, apo çfarë ndodhi? Është për çudi fakti se pas gjithë atyre presioneve që i njëjti u ishte nënshtruar, dhe jo vetëm të brendshme, po edhe të jashtme. Opinioni publik e din për ato presione, sepse kishte edhe në konferencë, do të thotë kishim një konferencë për media, kishte edhe një emision të organizuar nga pikërisht ju, ku zoti Kelmendi i shpreh të gjitha këto presione që kishte pasur në punën e tij pe ushtruesit e tyre së kryeprokurorit të shtetit. Dhe pasi që edhe nga vetë gjykata konstatuar se shkarkimi i tij ishte i kundërligjshëm, arbitrar, në kundërshtim me ligjin, pa zhvillimin e një procedure konkrete, në kohën kur ai do duhet të vazhdonte tutje me procesin e reformës, ai përmes një emaili, për shkak se si duke i gjinde jashtë Kosovës, na bëri të ditur me një kërkesë pra që kërkonte lirimin nga detyra. Unë akoma sot e kësaj dite nuk e di, sepse ai ka kërkuar që ne ta lirojmë atë nga detyra, sepse të punosh gjatë, të përpjekësh shumë për ta fituar betejën ligjore, kur diçka të bëhet e padrejtë dhe pastaj në mënyrë vullnetare të hekish dorë nga ajo që ke luftuar deri në atë kohë, është për çudi. Mirë, po kjo i mbetet më tepër zotit Kelmendi për ta shpjeguar, sepse unë thash nuk e di, nuk më është thonë dhe nuk e di ndonjë arsye konkrete sepse i njëjti ka bërë një kërkesë të tillë.